Marsha në Top Albania Radio. Sepse një herë në jetë të vjen të hysh në Big Brother edhe kam përshtypjen është eksperienca ndër më të bukura që ju keni kaluar. Me mua në studio është Arsida, Klajt Musabelliu, do të flasim për Big Brother, ka nisur countdown dhe jemi të gjithë vethet. Pra sa ka ngelur? E mërkura, e intja, e premtja, e shtuna 4 ditë. Data 16 sot edhe 4 ditë nga premiera e spektaklit show pa diskutueshëm të shikueshmërisë edhe pritshmërit janë të mëdha për Big Brother 5. Arsida, si sot një vit më parë kam qenë duke u bërë gati. Duke u bërë gati. Klajdi ndërkohë? Mirëmbrëma, po më fal se po bëj një story. Ku je? Po, e publikojmë në publicitet. Respektojmë pak live-in. Më falni se më ka dalë një puçer. Ti tani fillove ti. Jo, është e vërtetë ja. Ti ke hyrë një vit më përpara nga data kur ka filluar vjet? 19 kam hyrë 3 ditë më vonë, 22 të martën. Po si kaloi një vit kështu më Klajt, ha? Atë po i thosha Arsit kur e pash aty poshtë, më duket sikur ka kaluar një muaj. Tani ky është edhe efekti im, le të themi të vërtetën. Ti je si shpirta, është gjë evidente. Një vit nga Big Brother 4, po bëhemi gati për edicionin e 5 të spektaklit më të ndjekur në shtëpi. E pesa. Jam shtruar ke pesa. Nuk mund të jap deklarata mbase, po mbase ja. Mirë, të pres aty brenda pra. Këto e fillojnë direkt me live. Duhet mbase kam lënë diçka pezull Arsida, duhet. kujdes mikrofon. Disa më ka munguar kjo muzika, kjo suspanca, kjo dëndën. Ai zarfi kuqe, ai zarfi zi, si do të jetë premiera, a ka të ftuar special, a ka. Mami im është me fibrilacion kur bëhet kjo muzika, mua më kap fibrilacioni. Po si ka qenë 2025 për ju? Ne jemi në prag të fillimit Big Brother, po ne jemi edhe në fund të një viti që kam përshtypjen me pjesëmarrjen në Big Brother ka sjell ndryshime apo të reja në jetën tuaj. Arsida, e filloj me ty. Ka qenë një vit, unë kam thënë bilet se dhe një emision tjetër, ka qenë një vit reflektues për mua, sikur mbylla një lloj cikli, sigurisht eksperienca në Big Brother le gjurmët e saj, kështu që më ka ndihmuar për të shoh gjëra të kuptoj më shumë. Nuk ka qenë një nga ato vite që kam gjëra të veçanta apo të them këtë e kam bërë, se janë ca vite në jetë që të ndryshojnë përgjithmonë. Ky nuk ka qenë një nga ato, po ka qenë një vit i mbar, le të themi, i qetë, pa gjëra eklatante, por besoj kështu ka qenë edhe për ty, i mbar, po jo i qetë. Për mua nuk ka qenë i qetë. Fal Big Brother u riktheva në ekran, u riktheva në muzikë, u riktheva në Shqipëri, kam pasur shumë rikthime, fal Big Brotherit, fal Top Channelit, të cilin nuk do të rresh kur së falënderuari, gjithmonë mirënjohës për producentët, për stafin, gjithmonë mirënjohës për publikun, i cili më ka pritur shumë mirë, jam lodhur shumë, jam kënaqur shumë. Po ke marrë edhe shumë. Kam dhënë dhe shumë, besoj. Kur thua u riktheva në televizion, u riktheva në muzikë, u riktheva në koncerte. U riktheva në jetë. Sa e bukur. U riktheva në jetë sepse deklaratat e mia kanë qenë gjithmonë të njëtrajtshme. Un kam qenë gjithmonë konstant në ato që kam thënë dhe kam bërë. Big Brother më riktheu realisht në jetë. Pra, jo vetëm artistike, po dhe në atë jetën e vërtet që më kisha munguar, kisha harruar të merja frymë, të emocionohesha, të bëja njerëzit të qeshnin, të qanin. Domethënë, jo që e bëj me si thua, kisha harruar ti ato. Kjo është fuqia e Big Brotherit, me thënë të drejtën. Pikërisht këtë të thoja dhe unë, kjo është fuqia edhe Klajt Musabelliu është një nga ato emra i cili realisht fitoi shumë, siç i pohon edhe vet. Mbi gjitha zemrat e publikut nëpërmjet këtij programi. I mori zemrat publikut, u riktheve në muzikë, tani më sa këngë ke realizuar në këtë periudhë? Unë them drejtën kam mbyllur vetëm 2 sepse kam pasur shumë pikë pyetje me të gjitha këngët që më janë ofruar për të kënduar bashkëpunime apo. Nuk kanë pëlqyer si projekte, si Shkoni jam një tip që kur flasim për gjëra të tipit muzik mendohem shumë. Edhe jam, domethënë, sa mendoj ti zgjuar i tha budallaj kam mbaruar punë. Aty më pëlqen të jem jo budalla, të jem i kujdesshëm. Kam realizuar 2 projekte me Irkenc Hykën dhe Petro Gjorin, të cilët i përshëndes, 2 miq shumë të mirë. Petro ishte brenda Big Brother. Dhe Petro gjithashtu. Petro nga bëhet, çfarë bën? Petro është në lëvizje, me muzikën, me gjëra të tjera. Vazhdojmë, domethënë, fal Big Brother kemi bërë dhe miq. Përveç se kemi bërë muzikë, kemi bërë art, jemi bërë miq. Ndoshta me kalimin e kohës do të bëhemi dhe armiq. Ngelet për tu parë, por miqësim për momentin. Arsida ke bërë ti miq nga Big Brother? Po, unë paka shumë pothuajse duke, domethënë mund të heq 3-4 veta që nuk kam kontakte, po me pjesën tjetër më të madhe ndiqemi në rrjetet sociale, komunikojmë me shumë dashamirësi.
Me pjesën më të madhe, po. Je takuar për një kafe, për një drink, Me disa për një po, me disa po, edhe I kam ndjekur në projekte që kanë bërë, po, me disa po, dhe bëjmë shumë kënaqësi. Disa të tjera nuk më ecin bik, nuk do më eci as jashtë, kështu që nuk të ecin bik mendove? Nuk më eci muhabeti me to, fjalën dhe nuk do më ecin jashtë sepse janë thjesht karaktere me të cilat unë nuk kam shumë gjëra për të ndarë, domethënë është kjo e gjitha. Mos më kërkoj emrin me ato se nuk do të thosë. Jo, të lash shumë të qetë. Edhe një herë tjetër unë përshëndes gjithë ata që po na dëgjojnë tani, janë të shumt në trafikun e Tiranës apo në qytetin ku jetojnë. Muzika do të jetë e mirë sot, se ne do të flasim pjesën e dytë të këtij programi edhe për një këngëtare fantastike, Gala Dragot. Gala vajza e Roberta Liajt, motra e Kris Dragotin, është e shkëlqyer e cila po arrin suksese të jashtëzakonshme në Belgjik. Është shumë e vogël. Është voskë hapën. Okej, nuk mos gaboj, babai I saj supozohet hyn Big Brother, do të ishte nga emrat që dolën për në Big. Që është në listën që supozohet të jetë në Big Brother, po edhe për këtë do ta pyes. Kris Dragoti do të jetë në pjesën e dytë të programit. Krisa Çaushi është duke ardhur, Edea Demalia I duke ardhur. Është një program është një program I përqendruar në Big Brother dhe në muzikë të mirë sot në këtë të martë ku data është 16 dhe kanë mbetur thjesht 4 ditë nga premiera e showt më të madh në vend Big Brother Albania 5. Ne do të shkojmë tani në publicitet dhe I them Skerdit që e falenderoj së bashku me Alisin që është një skuadër fantastike e pasdites së martës, që pas publicitetit duhet kënga e Clyde Musavilliut. Se ti je bukur, si është? Ka pëlqyer shumë e bukur është. Edhe realizuar sa doli nga shtëpia. Ky ditë do të flasim ne, po ky ditë ta merrte Big Brotherin ashtu siç duhej. Jo, kam pasur fatin që mora zemrat e publikut. Jo që I mora, që I lodha, por ti Clyde zemrat e shkojmë publicitet, flasim kur Full House tani Edea Demalia. Sa lumtur jam kur jemi kështu plot, më ngrohet zemra. Do ishim edhe më shumë plot. Lumtur jam unë me këto goca të gjitha më të bukura se njëra më e bukur se tjetra. Po ngele gjithë jetën Don Juan or Clyde. Don Juan. Tisha Don Juan. Je një çike, e do dashurinë. Mirë, për të thot mami, thot ti të ha, thot se vetëm llafe ke. Ajo mami im çot çdi. Thot të gjë. Po mirë, Don Juan ndonjë gjë konkrete ka? Jo. Më akuzon. O ma! Zonja dhe zotrin prezantojmë dhe Krisa Çaushi. Hello. Wow, çfarë ylli. Kam marrë direkt nga xhirimet. O zemra, po duket sikur po është tek premiera e Big Brother, jo tek ndryshe. Po në siklet gjithë futëm në zhguall, tham princës që kemi përgatitur. Mua duket sikur do jap lajme të radio sot me këtë luk. Tamam, jemi për lajme. Para kondrohesha se për zonë do vija me atë këmishën dhe pantallona. Po edhe unë do të vishem. Ne të dyja Arsita dukemi nëna me fëmijë. Rregull. Si ka qenë 2025 për ty edhe çfarë kujton? Ti nuk e hyrë në fillim Big Brother, Krisa, ka kaluar ca javë. Në janar. Ja, diku te java e tretë, një gjë e tillë. Pas javës tretë kam hyrë në Big. Edhe ta mendosh tani ka kaluar. Më duket gati një vit. Më duket sikur dola dje dhe hyra dje. Domethënë për çfarë për thuajse 2 javë gati, do bëhet fiks një vit kur un kam hyrë në Big ose muaj janar, më sa komplet ka qenë ai muaj I ndryshimeve. Për mirë dhe për keq. Pra, për keq ishte pak gjendja ime në punët që po bëja, mund të them, edhe isha edhe si isha në punë. Merrti oferta Bigut dhe pas asaj çdo gjë ndryshoi totalisht. Muajt kanë kaluar shumë shpejt, nëse ka një vit që ka kaluar tmerrsi shpejt është 2025. Nuk e di se do jetë 2026. Është efekti Big Brotherit? Është efekti Big Brotherit. Ka ndodhur një gjë tjetër. Mendoj që është efekti Big Brotherit sepse më ka sjell shumë anë pozitive mbrapa. Kjo ka qenë një vit më I ngjeshur, më I vrruthshëm, me shumë punë, angazhime. Shumë. Po, më thën, më duket sikur çdo gjë është bërë dje. Fillimi I punës, Bigu, çdo gjë duket se kam bërë dje dhe sot po flas. Po I tirin si e kemi ne? Tirin mirë me angazhimet. Do të napi telefonin. Jo thash se kishte ideja ndonjë pyetje kështu. Jo, kisha një pyetje se gjithmonë e mendoj këtë gjë që para se të hysh Big Brother ti pak a shumë bën një lloj parashikimi se çfarë suksesi do të vi mbrapa. E kisha parashikuar gjithë këtë një vjeçarin se dua t'ia thuash atyre banorëve që do hyjnë pak a shumë që nuk jeni gati. Unë nuk kisha Bigun, pastaj suksesin, por dëgjoj, momenti që pranova ofertën sigurisht që e mendoja çfarë të sjell mbrapa. Ajo është stik me dy presa, varet se si ti e menaxhon. E menaxhon mirë apo menaxhon keq. Unë jam përpjekur t'i marr më të mirat, paçka se nuk pata një qendrim të gjatë.
Por benefitet që më dhan brapa. Jo, pse sa ndenjë ti? Ke ndenjë më shumë se Kun te 26 ditë një gjë. Për 10 muaj, po. Afër, të tjerë kanë qëndruar një 10 ditë më shumë se unë pastaj. E mbaj mend. Se vija te ty, mbaj mend, ky tiri çfarë po bën me këtë Loredanën? Mami Krisa, ai keni sqaruar gjithë gjërat me njëri tjetrin. Tani, se dua të pyes. Punoj në një vend tani. Po e di. E ka forcuar më shumë lidhjen me tirin apo si di? Apo Jo, nuk e ka lëkundur në asnjë moment. E ka lëkundur në ndonjë moment. Jo, jemi shumë mirë. Fakti që ne po punojmë tani bashk, e forcon akoma edhe më shumë. Gjithmonë kemi qenë suportiv ndaj njëri tjetrit, kështu që nuk ka qenë. Është pak e mërzitshme të flesh me të njëjtin njeri, të zgjohesh, të bësh emision në mëngjes me të njëjtin njeri. Ka net që ti do t'ja vësh jastekun tek koka, por ka net që ti e do shumë. Mirë, t'ju a them një gjë për shkak. Një ndër arsyet pse unë po e shtyj bashkëjetesën me Tirin është kjo. Po e shtynë shkuptim që të filloj bashkëjetesën. Si jetoni bashkë. Po ju videot I keni nga njëjta kuzhinë, nga njëjti divan. 3 herë po, 2 herë jo. Sa mbaron video I Kemi 7 ditë javës, 3 ditë jam ke Tiri, 4 ditë te shtëpia ime. Domethënë që të balancoj pak këtë, duke qenë se jemi nga mëngjesi deri në darkë bashkë, them edhe të fleu ma të mli, të shtëpia ime të Elona, unë e kuptoj se jemi brez I ri. Ju na shikoni me kështu këtë direkt, bashkëjetoni, martoni. Jo, mos e bëhat gaf. Ma ka vënë Elona, mos e bëhat gaf. Jo, 20 ca? Pu. Edhe 30 ca edhe. Me 25 I bëjmë për pak. Kur keni lindju sonte? Unë jam unë. Unë isha te koncerti Backstreet Boys para një jave, e kupton? Këtë doja të pyesja edhe unë, ata që hyn tani në Big Brother 5. Do të thënë, si janë këto ndjesit pak ditë përpara se të izolohesh, pastaj jo izolohesh, po burgohesh fare. Mbaj mend që kur kam afroje pak mikrofonet dashur. Mbaj mend që kur kam hyrë, që ishte atë pjesa e shtëpia gjutave, unë pas një ditë 2 nuk mbaja mend se si arrita aty. Domethënë duket me vërtet sikur po bën gjoja, por realisht nuk e mbaja mend rreth orës nga erdha unë këtu. Domethënë nuk arrija dot të mbaja mend rrugën nga shtëpia deri te. Po çash në një makinë me xhamazin në një gjë apo jo? Jo, mendja ime kishte vështirë, domethënë isha kaq e bllokuar edhe me kaq shumë emocione dhe presion sa nuk mbaja mend rrugën e shtëpisë, mu desh të kujtoja për një moment se çfarë rrugë kisha bërë për të ardhur në top. A kalon ndonjëherë nga ajo rruga tani dhe thua këtë rrugën po nuk është se mendoj po thjesht në atë moment, presioni I momentit edhe emocione, realisht e kisha harruar, nuk dija se si erdha deri aty. Kam një pyetje që e bëjnë shumica e njerëzve. Kur kalon ajo pika e bllokimit? Pra kur vjen ai momenti që ti e harron që je duke u vëzhguar 24/7 dhe fillon je vetja jote. Pra nuk ka momente që thua diçka më shumë dhe thua mos, harrova. 2 javë, besoj, një javë të duhet për të mësuar pak me shtëpinë, pra vjen vërdall dhe eksploron. Besoj që në këtë pjesë Klajdi se ja ça kohë fare. Merrin çikë. Jemi sinqert që ditën e dytë, domethënë që kur u zgjova ditën e dytë, sigurisht në një ambient shumë familjar. Sepse në asnjë moment nuk zgjodha të interpretoj një personazh, të mos jem vetvetja. E dije që kisha kamerat, unë jam ky, domethënë arritja ime më e madhe është që njerëzit të më pëlqejnë apo të mos më pëlqejnë për këtë që jam. Dhe këtë e dash dhe në ekran. Nuk pata asnjë lloj emocioni. Okej, pata vetëm një frenim, duke pasur një nën jashtë, vetëm me probleme, thosha prit se po më shef mami, si t'ia them, ç'a them. Edhe I lash shumë gjëra pa bër, por në pjesën tjetër besoj se gjithë ne kemi pas problem kamerën. Se vinim gjithë nga bota e medias edhe nuk është se vëre shumë se nuk është se janë kamera me njerëz dhe ti thua shumë po më filmon ai. Se ne po flasim pak për 4-ën dhe më shumë për 5-ën, po duhet të kuptoni që ka akoma banor të 4-s që nuk kanë dalë akoma nga Bigu, jetojnë akoma në Big. Realisht. Mirë, kush janë këta banorë? Do ta flasim vetëm pas pak. Tani do të shkojmë tek një tjetër urime Dea de Malia. Se nuk vje dot urimin tim? Nuk e zgjedh unë Elona, nuk e zgjedh unë, me sa duket më duan. Unë doja transmetoj kënga e Rozana Radit, vajzave të Big Brother 4, po ty ta transmetua më çke. Ky Big Brother, domethënë ai I vjetri, 4. Mua më duket të jemi akoma te 4. Si ndiheni tani? Ju duket sikur do zëvendësoheni, nuk do zëvendësoheni, Dëgjoj, pas çdo edicioni, të gjithë mund të themi zvendësohen. Domethënë, vëmendja kalon tek ata, është mëse normale, por ke plot ish banorë që nga njëshi nga dyshi që kanë ruajtur aktivitetin e tyre në rrjetet sociale sepse kanë ngritur një fanbase, kanë krijuar një fanbase dhe ata që I ndjekin. A quhesh I vjetër kur fillon një Big Brother I ri? Po, normal. Po.
pjesa më e madhe zëvendësohesh si banor, pastaj kush është aftë që të mbaj strukturën edhe famën edhe punën, normalisht që kalojnë vitet, unë bile isha me të dietën me Arionin që ka qenë në Big Brother 2009-s edhe akoma vazhdon sepse ka ditur ta ruaj imazhin. Ka qenë aktiv në media. Kush di ta ruaj dhe të punoj sigurisht që nuk harrohet. Klajti tha pak më parë, ore ka njerëz ka Big Brother Isa tha që nuk kanë dalë akoma nga shtëpia. Unë thash për 4-ën, po Arsita tha edhe për 3-shin. Po, unë thash edhe për 3-shin që vazhdojnë të bëjnë status. Ka edhe nga ata të Arionit, Big Brother 2-shi. Që ka rënë situatë. Jo, ai ka dalë nga Bigu thjesht normalisht e përdor. E komenton thua ti komenton të tjerë. Ka dalë fizikisht po shpirtërisht. Po kush janë këto më Klajdi? Ha, bëu burr, tregoj ca emra. Për sa i përket Bigut, domethënë Big Brother 10-5-s, unë sapo komunikova me Ledion Liçon, ka një presion të madh nga sponsorat, ata të ushqimeve, kërkojnë patjetër që të jem aty brenda. Jam në dilemë, o ma, të shkoj ke pesa? Klajdi. Jo, është një kërkesë e cila domethënë po mirë, është një nga gjërat që do të mbahesh më me thënë drejtën tani. Vjen apo nuk vjen mirë, kanë qarkulluar këto memet që. Hangra un po hajtë. Çohet Klajdi dhe kap nepsi pickon nga dig hak te vën te. Po nuk ishte ai sa duke në video, se kam jetuar me Klajdi, nuk ishte aq. Afro pak të lutem. Nuk ishte kaq i rritur sa duke në video, se kjo është problemi. Tani kam një pyetje për të tre ju, të njëjtën pyetje. Për çfarë do të mbaheni mend ju nga Big Brother i 4? Arsida, unë për shembull e mbaj mend Arsidën e pyet Rozana Radi nga je? Dhe Arsida i thot nga dushti. Shiko, nuk është se lujta mend, po ajo na e pyeti, tipo kishte unë isha duke bërë gjithë rrugën dhe ajo pyeti 5 herë nga jeti Gramozi, pastaj ju përgjigj Gramozi herën e tretë, pastaj domethënë nuk ishte pyetja, përgjigjemi nuk ishte arrogante, po thjesht nuk më pëlqeu presioni që po domethënë ajo ideja që ishte çik arrogante. Ishte? A jemi mirë, po a më mban mend? Me dashje. Thank you. Klajt, për çfarë do të mbahesh mend ti? Po unë me shaka pa shaka, po degustatori. Në Saran për shembull e kam pseudonimin Sanduiçi. Ora Sanduiço. Po pse e kështu? Apo nga ushqimi tek qoftë ato memet që u bën, domethënë dua mbaj mend për ai llupsi degustator që kështu. Krisa, po tani mund të jenë disa them unë, po njëra ndër to është fakti që hyra çift. Okej. Ne ishim çifti vetëm në të gjitha edicionet e Bigut që u futëm. Mund mbahem mend për sherrin me Xhibanin o gangstere. Që vetë Xhiban ulu aty. Dhe e situata fundi me Loredanën sigurisht. Por mendoj që kulminantja është fakti që unë hyra çift me Tirin. Unë mbaj mend Krisën gjithashtu edhe si një shoqe e mirë e Eglit aso kohë. A jeni më shoqe afër? Shoqe, domethënë komunikimi sigurisht nuk është i përditshëm, nuk është njësoj, po jemi. Pra, kur kemi folur, jemi takuar. Nuk është se dilni hani pini. Jo, nuk e kemi. Me një pjesë, unë po thoj se kam asnjë më në fakt, për shkak të angazhimeve punën, s'po takoj më një miqte ngushtë. Opa një herë, jo, ishte. Vazhdo të Jo, realisht nuk ka, unë me të gjithë kam marrëdhënie shumë të mirë, domethënë këtë takoj. Me gjithë kam marrëdhënie shumë, por nuk ka ku me i taku, e kupton? Po s'kam kohë, s'po takoj dot miqtë mi të ngushtë jam rritur për shkak të punës. Kështu që ti Klajdi këtë takon ti që na bën opa. Olca Bazin. Gert Ferrën, Lart Vasilin. Po thuaj se të gjithë përveç Krisës, se Krisa nuk ka kohë domethënë, kot. Po ç'të bëj? Pra jeni një grup i mirë i çunave që keni qenë në 4 që dilni me njëri tjetrin. Gerta Gixharin, domethënë pjesa më e madhe jemi bërë vërtet miq edhe e gjejmë kohën dhe kemi kohë për njëri tjetrin, të flasim telefon, të takohemi edhe kur s'kemi kohë, prapë gjejmë kohën, e kupton? E ka dëgjuar këta që i bëm një telefonat prank neve? Kujt? Gerta Gixharit, i tham që do të rihyje sërish edhe Gerta u tundua. Kam dëgjuar po. Po, u tundua pak. Po mirë, na treguat me kë rrini keni marrëdhënie dhe vazhdoni flisni, me kë nuk do doni të flisni. Pas përfundimit pra është një person që thua, e di çfarë bëm atë ecejaken së bashku sa ishim aty. Atëherë më që nisa un po e mbaroj unë. Atëherë te pjesa që sapo thash, përfshi edhe Krisën dhe Tirin, me pjesën tjetër nuk është se kam në dëshirë të kem ndonjë marrëdhënie. Jo më goti nominova, sepse janë vërtet njerëz me të cilët unë shkoj, na hahet muhabeti, domethënë rrim, sigurisht jemi shok prej vitesh. Me pjesën tjetër nuk është se kam gjetur ndonjë ku diun përbashkët apo që ja vlen të. Për shembull, Arsidën e kisha harruar fare kur e pash aty poshtë tash, ua, më duk sikur kam një muaj pa e parë. Domethënë, ndonjëherë të shkput edhe domethënë puna, se tha mirë Krisa, ne kemi qenë gjithkohës Krisa andej, Tiri andej, Klajdi këtej. Arsida, kemi gjetur mundësinë të komunikojmë. Ka qenë një rekord shikueshmërie në rrjetet sociale.
në faqet e Bigut, në show, në YouTube, rekord, miliona ka numëruar. Dhe Prime-et kanë pas shumë Prime-et kanë qenë lart, krahasuar edhe me vitet të shkuara. Se duam ne krahasojmë, jemi po çfarë kesh Gjithmonë kanë çuar është tradicionin e analizë. Luizit më të klikuarin më të parë. O zot, unë shpresoj që Big Brother 5 mos flitet më për dyshin se me vërtet na ka dalë. Jo mos flitet, po mos të vinë banorët. Do flitet gjithmonë për 1, 2, 3, për pas pak do vi Kris Dragoti nga Nishi tani do thotë imi ka qenë më i mirë. Jo, ka dyshin. Ke dyshin, fal. Po, ka vjen ishte Monika Lubonja një javë më parë tha, s'ka si Nishi. Domethënë, të gjithë ka qenë një çështë. Mos ta krahasojnë çdo lloj eventi, jo, po u bë kështu sepse në dysh është bërë ashtu, domethënë do them këtë se ai dyshit ka thënë atë, mjaft, dyshi e bëri historinë e vet, lëreni të shkojë, vazhdojnë për te, sepse banorët nuk janë të katra ka qenë një shikueshmëri rekord. Tani, sipas jush, çfarë prisni ju tek pesa që të kaloj këtë 4, 3, 2, 1, çfarë? Atëherë, Biku ka një gjë shumë të bukur që është një program i studiuar për ta zhveshur personazhin, për ta zhveshur nga gjitha ato etiketimet dhe për ta sjellë proprio në atë statusin primitiv, le të themi. Pra ku ti automatikisht je detyruar të shprehesh, të ndjesh, të bëhesh pjesë. Unë në këtë edicion shpresoj shumë që të ketë lidhje të vërteta, sepse në 4 nuk ka pasur. Domethënë histori dashurie të vërteta nuk ka pasur, shoqëri të vërteta nuk ka pasur. Nuk e di mbase banorët tashmë hyn me këtë idenë e strategjisë ose e njohin formatin dhe mendojnë që nëse unë jap publikut atë që don është më mirë, por në këtë mënyrë ti e bllokon ndjesitë tua të vërteta dhe nuk e lë veten të bësh pjesë. Pra, ke shoqëri aty ku është për të pasur, të kesh dashuri aty ku është për të pasur. Këto shpresoj që t'jenë tek pesa, pra atë ndjesinë e vërtetë dhe t'jenë atë të bukurën e Bikut. Në 4 është folur për abuzime seksuale, është folur për homoseksualitetin, është folur për divorce, është folur për fëmijëri të trazuara. Domethënë ka qenë një Big që ka pasur shumë ndryshe nga të tjerët, temat dhe diskutimet kanë qenë të forta. Kjo mendoj unë ka qenë e ka bërë edhe më të pëlqyer edhe në njerëzit më afër historive njerëzore. Secili thoshte diçka në një ditë. Pra, një ditë ishte njëri që thoshte bënte një deklaratë, rrëfente një histori, nuk ka pas personazh fiks, për shembull si në Big të tjera, kanë qenë shumë personazhe. Historia e njërit nuk i ngjante tjetrit. Pra, unë e di që jemi të gjithë të ndryshëm, po kaq të ndryshëm në histori personale, si të fëmijërisë edhe të shkuarës dhe të tashmes, nuk ka. Për shembull, Klajdi ka patur histori publiku kupton që nuk kupton kur gënjen dhe kur zgënjen. Big Brother 4 ka pasur personazhe kryesisht të vërteta, të gjitha historitë që janë thënë kanë qenë të vërteta. Edhe pse kjo e fundit nuk është e thjeshtë, që Krisa tregoi një histori të vërtetë, Klajdi, Tiri, Arsida, kështu me radhë. Po se duan gjithë dalin mirë fundi. Në fund të gjithë më peshon mua gjithë gjëja, nuk është aq e thjeshtë. Unë vërtet qesh e luaj. Përveç edhe familjes, së ti rrëfen, po ke edhe familjen mbrapa që e veçanta e Big Brother 4 ka qenë mbushur plot me njerëz, me histori të trishta dhe më pak të trishta, por që ka qenë vërteta dhe publiku arriti të lexojë këto gjëra, të shoh këto gjëra. Pra nuk pa gënjeshtar, nuk pa njerëz të vënë në rol. Kishte edhe nga ata, sigurisht, por që dominanca ishte me njerëz të vërtetë dhe me histori të vërteta. Kjo ka qenë veçanta e këtij Bigu, prandaj ishte edhe më i pari. Sigurisht respekt për Egla Cenon, për Ilir Shaqirin, për Luiz Elin, kush është tjetër, për Gjesin, po, respekt për çdo fitues, respekt për çdo Big, po çdo Big nuk i ngjan tjetrit. Edhe nuk duhet i ngjaj tjetrit, sepse këtu është gjithë lezeti. Pavarësisht, domethënë është i njëjti format. Kam përshtypjen se ata që hyn për të imituar Luizin, Klajdin, Gjestin kanë marrë fund, është kot. Sepse nuk mund të hysh duke kopjuar dikë, imazhin e dikujt, lojën e dikujt. E para një herë, sidomos kur nuk i ngjan as në karakter. Dhe sigurisht që mendoj që nuk do ketë një të dytë si Luizi, sepse ajo çka un kam kuptuar, duke kaluar edhe nga Bigu, duke përjetuar edhe vet Bigun, është që Luizi realisht e ka parë Bigun. Pra e ka njohur lojën, ai duke njëri strategjik dhe duke njëri që e njihte lojën. Dashu pa dashje fole për atë. Jo, e kam fjalën e njihte dhe mendoj, duke qenë se the çfarë do i thoja. Jo, dhe po thoja, duke qenë se the çfarë mendonin që duhet bëjnë këta të rinj. Ta kenë ndjekur Bigun para. Unë jam e bindur që një pjesë atyre mund ta kenë marrë ftesën dhe më përpara dhe tani janë bindur dhe do tentojnë, do guxojnë të futen. Ti thua për shembull mund ta kenë marrë ke i dyti, i treti, i katëri edhe kanë pranuar dhe kanë studiuar mirë. Mendoj që për ta është një benefit i madh sepse e kanë ndjekur dhe më shumë interes sepse
thellë ajo të futet në mendimet, po ta provoj po mbas se vitin tjetër. Replik për Krisën. Duhet hysh pa halle. Duhet hysh all in, duhet. Po tani hallet do marrësh Do të hysh pa humbur asgjë, pra nuk ke as. Do lësh hallet për jashtë tani. Jo, atë se po jetës, them. pra, Mua do të pyesin njerëz, Unë pyesin njerëz pa natën e fund. vitit të ri, unë ndihesh atëherësisht në faj që isha aty brenda natën e Dhe vitit ishim të ri. Gjithashtu Unë kam parë videot e Duhet hysh pa mia halle. dhe sikur më kishin rraf, më kishin fut me sër aty brenda. Ndërkohë që mua më pëlqente si eksperiencë, se hyra për ta jetuar. Po prap sado që ti bësh pjesë, nuk e le dot çdo bagazh jashtë. Dhe gjithashtu duhet të shijuar pak Elona, se edhe ne në shtëpi her pas here harrojmë pak që ajo është lojë, po ndërkohë edhe mund bëhet fan, ka dhe gjëra që janë argëtuese. Po në fund unë mendoj, sidomos pas disa ndjesive të ditëve të Se fundit. po ti Elona, se bulla ke pyetur ne. Unë mendoj që ata që futen në shtëpinë e Big Brother janë shumë të fortë, janë shumë të guximshëm, janë shumë për të përgëzuar, për të komplimentuar dhe për të mbështetur, se është një sipërmarrje themi, shumë është një sfidë shumë Edhe me veten, sepse ti aty edhe veten si reagon ti në një vend të izoluar, tani të izoluar. Ideja është me kamera, se dhe izolim me njerëz nuk ose je vetëm tek pull. Po pra, me njerëz, po për shembull na thonë, do kthehesh të jetosh me prindrit edhe se me prindrit më që të kanë bërë kokën, më të kanë rritur në një shtëpi dhe jo me 2 herë që nuk. Për mua pjesa më e vështirë është ai dakordësimi me zhveshjen, pra që ti do kesh në sens metaforik me publikun, pra Jo, ti. po dhe me zhveshjen. Jo, patjetër që po, por njeriu e ruan atë privatësinë dhe nxjerr nga vetja atë që do dhe mban atë që nuk do ta ndaj me tjerët. Ai është një vend ku ti ju e Është pak e Kontrollon vështirë vetën se gjithkohës. vjen një moment, mund të të ngritës, mund të ngacmoj një situatë që dashi pa dashi, atë që ti s'do të tregosh nga vetja, do Mbaj mend Rizartën, për shembull, Rizarta tregoi diçka. Edhe unë për atë do të flisja, edhe unë për atë do të flisja. Në televizion, domethënë i peshonte jashtëmasë shumë, si fakte edhe për familjen edhe për atë. Nëse ne do të bënim shoqëri mund të ishte shumë normale, domethënë një bisedë. Afroj pak Arsida. Mund të ishte dëgjova. bisedë shumë normale, ndërkohë që ishte në televizion me të vërtetë që peshoi shumë edhe mbaj. Nëse ne do të bënim një listë të personave që janë ende, si më thënë, në treg dhe i shohim të qarkullojnë, siç përmend Rizartën, cilët janë disa emra të tjerë që Egli, Krisa është aty, Egli, Rozi, Klajdi, Gerta mendoj. Edhe Lori ishte pak Loredana. Jozi ka pas super sukses pavarësisht ndollive që pati e kam parë që është shumë aktiv gjithsesi në Gjibani. koncerte. Okej. Laerti është aktiv. Do të thonë më shumë se gjysma juaj janë një vit të mbarë. Tani shihen, mbasi fillon pesa, tek sezoni tjetër shihet kush ka arrit do ta mbajë gjithë suksesin. Olsi gjithashtu. Tani fillojnë zëvendësojnë, siç është zëvendësu gocat për shembull. Dgjoj, një pjesë e madhe e zhbanorëve ishin personazhe të medias. Pra, do dalin. Unë punoj në media. Egli gjithashtu po prezanton diçka. Kush është tjetër që Rozana. Pra, do nëse je në media do jesh aktive, sidoqoftë. Puna është kur mesazhi i fundit për banorët e Big Brother 5 nëse ne po na dëgjojnë. Ta shijoj nëse po na dëgjon dikush. Kam përshtypjen që janë super të emocionuar. Janë izoluar ata tani apo jo? Jo, është informacion se kemi shpejt. Duket se shpejt. A fillon me 20? Një ditë. Një ditë, 2 ditë përpara. Pra nga data 18 ting nga India, nga e premtja. Shumë suksese, me zemër e them shumë suksese edhe realisht me si presim, do blejmë para, patatina, çdo gjë. E shtuna nami. Po, edhe bile se shkruta gocës stesës do mblidhemi se kemi eventin e të shtunës. Po, Klajt, po ti çfarë mesazhi do t'i japësh? Sidomos këngëtarëve që hyjnë në Big Brother. Lidhur me këtë të fundit, uroj e para një urojtje në Big Brother shumë fani. Do doja shumë të shikoja atë mikun ton i cili ndroi jetë. Më bu shumë qefi kur doli ky lajmi që ai do të ishte pjesëmarrës. Edhe mua shumë. Më vjen shumë keq. Megjithatë uroj të jetë ky miku tjetër që kam dëgjuar një emër. Kush është më? Po kam dëgjuar për Stina, nuk e di sa e vërtetë është. Nga emrat që qarkullojnë rreth. Që qarkullojnë dhe që janë këngëtar. Domethënë do doja shumë ta shikoja atë të parin, por që nuk është shkruar kështu dhe faleminderit që më ndërpreve. Kam dëgjuar emrin e një Miss Kosovë që u bë shumë virale dhe do më pëlqente shumë ta shija. U bë virale në Tajland duket. Ajo me gjuhët? Po, ishte shumë, jam shumë kurioze ta shoh. Më fal, flasim shumë që flas gjuhën e Kosovë, flas shqip, kosovarë shqip. Është shumë virale në rrjetet sociale dhe ka shumë karakter. Zero info. Çfarë dini ju, dim dhe ne.
Vazhdo. Muzika. Se ishte shumë në fakt I ke ndërhyrë në një Nuk ka problem. Për këto mbash mund ti. Me pak fjalë do doja shumë që të shikoja shpat kasapin atje. Se nuk po e thua emrin, po, okay, tani po e them që mos më ndrysh më Arsida, sepse sepse domethënë është një personazh ishte një personazh shumë I dashur. Ky Big Brother do t'i bënte shumë mirë, duke e njohur edhe nga pranë shpatin. Domethënë unë të preferuarin tim nga Big Brother 5-a nuk e kam më. Të paktën tashmë urrejtja të Stinja, një ndër emrat e kolegëve dhe miqve që kam. Megjithatë, kushdo qoftë, shijojeni, jeta është shumë e shkurtër, argëtoni, bëni qef, kaq. Shumë e bukur. Chris, do I thoja ta shijoj në maksimum një herë, sepse është eksperiencë që të vjen një herë në jetë, se nuk mendoj që është mirë të rikthehesh bigut. E shijon aty edhe aq, është e mbyllur. Të luajnë mirë, të jenë të sinqert dhe në sensin që të mendojnë dhe çfarë do vi mbrapa, se nuk është bigu, mendojnë pak më afatgjatë bigu, e kupton? Ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Të shtunëm të gjithë bashkë para ekranit të Top Channel. Në orën 21 ose 21:15 nuk kam informacion, po gjithsesi që në 7 pas ditës Do të bëjmë do ulemi aty. 2 kanalet e digital janë në dispozicion, kam filluar e çoj lënja 5 minuta kështu që të përgatitem dhe unë sepse unë të hënën filloi Big Brother Radio. Do ta ndaj këtë eksperiencë me Atalanta Kërçukun gjithashtu edhe me Edea Demaliaj. Faleminderit Klajdi Arsida. Faleminderit ju. Shumë suksese, po do takohemi në Big Brother Radio se un kam 4 muaj për natë emision, kështu që s'keni nga shkoni, do vini ndonjë ditë, ndonjë natë. Para se të shkojmë në pjesën e dytë të programit, një falënderim shkon për Flor Farmën, shtëpinë farmaceutike më serioze në treg, e cila na prezanton vitaminat fantastike për fëmijët, Fast and Up për të rriturit, Damadol është I pari ibuprofen në stick pack, pa patur nevojë për të pirë një got ujë dhe për ta shoqëruar Damadolin, ibuprofenin e parë dhe I pishëm në formë stick pack që vjen në 200, 400 mg dhe në 600 mg që vjen me recetën e mjekut. Damadol nga Flor Pharma, Fast and Up nga Flor Pharma dhe vitaminat për fëmijë janë sugjerimet e mia. Ndryshe, por tani do të flasim për Big Brother Radio dhe thresim në studio Atalanta Kërçykun. Ja se duar trokasim ne. Dy shoqe të mira që thresin një kolege të mirë, bjonde, seksi, elegante, kuroshe. Au! Do me thënë si mund të bëj unë një foto dhe një video sot me ty kur ti je e mbuluar. Atalanta, mirë se erdhe mes nesh. Mirë se ju gjeta, shumë kënaqësi të rikthehem sërish. Pra Atalanta Kërçyku, miq të dashur, do të jetë me mua me Edea në Big Brother Radio. Për ju që keni dyshuar që do jetë brenda shtëpisë, ngrihe pak mikrofon. Çdo vit po pra si është kjo puna me ty? Çdo vit do hyj Atalanta, po flitet Atalanta. Kam rreth 4 vjet që flitet emri im dhe përsëri un ja tek dali. Ndërsi kur lexon këto, keni dëshirë, kështu që e kuptoj që njerëzit kanë nevojë dhe normalisht që duan të më shohin. Pastaj e them, okay, të kartë rradha. Kjo është një shenjë nga Zoti. Zoti thotë, "Mirë, shtyje kot këtë vit se vitin tjetër." Po mirë, mos të duket ty sikur ke hyrë 4 vite edhe e ke kry. Po ndoshta edhe sidomos këto 2 vitet e fundit, domethënë mendoj që kam hyrë, kam mbaruar punën edhe vi dhe jap dhe mend këtu. Shiko, se banorët që ishin më përpara thanë që sekreti është dhe këshilla që kishin për ata që do të vinë është që ta studiojnë sa më mirë lojën, kështu që kjo është e diplomuar në master. Por ka marrë një diplomë të mirë edhe nga viti I shkuar në Big Brother Radio, ku Atalanta ishte 2 deri 3 herë në javë në eksperiencën e çdo mbrëmje në Top Albania Radio me Big Brother Radio. Unë thash pak më parë që këtë rrugtim do ta ndaj me 2 koleget e dashura, Edea Demaliaj dhe Atalanta Kërçyku, të treja në timonin e Big Brother Radio, që duhet thënë është një program I çdo natë 20 me 21, një orë çdo darkë, me të ftuar, me ngjarje, me çfarë ndodh një ditë për ditë komentohet. Sidomos mbas Prime-ve. Nuk keni pse dëgjoni Prime-in, na dëgjoni neve. Sidomos në rastin e për shkakun do fusim Edea në mes dhe unë anash, një sanduiç. Shumë interesant do ishte. Si po e preti Atalanta Big Brother 5-ën përgjithësi edhe pastaj Big Brother Radio në veçantë?
Të dyja shumë njerëzit mendojnë që do jenë shumë kurreshtar për të parë Big Brother këtë vit. Çdo vit thonë se këtë vit u konsumua dhe ne vdesim që t'ja rikthejmë dhe një herë të kundërtën në vendimin që ato patën. Mendoj që do ketë personazhe shumë interesant dhe gjithmonë një javën e dytë ngrihen ato të cilët ne do t'i adhurojmë më shumë dhe të cilët besojmë që do të shkojnë deri në finale. Kemi pasur shumë polemika, shumë të ftuar, live dhe ndjesia të qenurit live, të paktën për mua, unë sa po përfundova emisionin tim në Top Channel Benja Brenda, normalisht nuk ishte live, përderisa ishte i bërë me xhirime jashtë shtetit dhe ndjesia që të jep, meqense më pyete për radion, është të jetë ndryshe, më duket vetë si ku po bëj një shkollë gazetarie të Mirfield dhe është për mua është më shumë se sa moderimi. Është një klasë më e lartë, si të thuash prindrit ose mësuesit e moderatorëve. Kështu na shikën e Atalanta. Dhe këto nuk janë elozhe. Ja morëm mendimin kështu si padashje. Atë që sot e tutje do them jam prind. Jam prind i këtyre moderatorëve. Mirë, ne të treja do luftojmë këtë vit, ta kemi ne të parin atë që do dali nga shtëpia. Ne të treja do luftojmë që ekskluzivitetet janë këtu. Gjithmonë këtu. Tani që është dhe ideja ki besim që do jemi zjarë fare këtë vit. Jam shumë e lumtur që do të kemi edhe këtë kombinimin. Sepse gjithmonë ishim... Kemi një brune e fusim në mes aty. Ja vërtet. Tash një sandviç shumë interesant do jetë këtë vit. Fiksa të dy bukët e verdha. Një trileçe. Do marrim dhe me shkruajtjes që mos jemi kështu vetëm jashtë gratë që japin mendime dhe llomotisin, po. Ne kështu fol, bëu pak misogjinisë po desh të grim. Mirë, nëse për ty sezonin e shkuar që ishte hera e parë janë ato vështirësitë dhe unë se di sa çfarë edhe të panjohurat e rrugës. Këtë vit je më konfidente. Po jam më konfidente dhe vitin e parë, saktësisht javën e parë tha çfarë po bëj, vetëm se kam këtë guximin që nuk i lë asnjëherë projektet për gjysmë ose nuk i lë punët të cilat marr përsit për gjysmë. Mbi të gjitha është ajo që unë mendoj që më karakterizon mua. Unë kam një dëshirë të mirë për televizor dhe dëshira ime e mirë për televizor është pak si e breshka ngadalë, po që ecën gjatë. Mirë, Atalanta. Wow, çfarë thash? Tani të hënën si do ta lëm, të treja bam apo e diskutojmë edhe vim dhe ne me suspancat tona. Diskutojmë mos e zbulot të gjitha. Vim dhe ne me suspancat tona. Më mirë. Bëjmë ne atë veshjen tonë. Kemi dhe ne një moment të vogël tonë. Kompoze, Mozart, Sinfonia 8. Atalanta, suksese shumë e dashur e dia gjithashtu. Shumë e lumtur. Faleminderit. Mirë, vetëm pas pak do bashkohemi në studio me Kris Dragotin. Do kthehemi në Big Brother 2, po do vim edhe te Big Brother 5, po do të shkojmë edhe nga Tirana në Belgjik, se do të lidhemi me Gala Dragote, e cila ka publikuar një super këngë, është një vajzë dhe një këngëtare e cilën e adhuroj, por më shumë vetëm pas pak ju qëndroni me ndryshe. Në Max Optika thjesht përzini dhuratën ideale për të dashurin tuaj, për të dashurën tuaj, për prindrit, ore një vizitë okulistike e cila ju vjen falas okulistike, si e thash? Okulistike e cila ju vjen falas mjafton të shkoni në Max Optika. Gjithashtu mund të bërni edhe blerje online dhe për pak orë vinë në shtëpinë tuaj garantia në divan, por osisni dua këto syzet të një brendi shumë të famshëm dhe shumë të mirë se të gjitha janë në Max Optika dhe ja ti keni bërë dhuratën ideale vetes apo të dashurve tuaj. Tani është momenti për të prezantuar një djalë të cilin gjithmonë e kam pëlqyer. E kam ndjekur. E kam vëzhguar. E kam parë. E kam analizuar. E bëre si predatore këtë. Jo dashuruar. E kam parë, e kam ndjekur. Unë predatori ose? Unë e kam thënë Krisit edhe nga Unë jam prej, domethënë. Apparently për momentin me sa duket. Zonja dhe zotrin Kris Dragota është bashkuar në Ndryshe në Top Albania Radio. Vendos kufjet se do të dëgjosh shumë duar trokitje për ty. Mos i humb domethënë rregullosh flokët. Po. Okej. Këto ose këto? Kë ke ti më mirë? Okej. Kris, ku je? Ç'a bën? Jam në Tiranë dhe në Belgjik. Je mes Tiranës dhe Belgjikës. Po. Je rezident të këto dyja qytetet. Jam rezident, po. Po kë përqafon më shumë? Ku të vinë më të mira morale, shpirtërore, familjare, Tiranën. Në Belgjik shkojmë për hallë. Qa do me thënë? Për marrë pensionin? Për të marrë pensionin. Në Belgjik shkojmë, takojmë prindrit. Mamin që e dua shumë për shkak, shkoj e takoj. Kënaqemi, bëjmë shopping. Okej. Këto hallët e përditshme. Apo merresh ti me punë artistike si pjesa më e madhe e familjes tënde apo? Gjithmonë unë sa bleva një iPad të ri. Okej. Me Stilo Labs. Po. Edhe më pëlqen shumë.
dhe kam bërë shumë pjesë të reja dhe nuk dua t'i postoj të gjitha. Dua ti nuk dua t'i postoj. Nuk ndjej sikur dua t'i postoj akoma. Okej. Po, dhe po përgatis një ekspozitë të re. Sa bukur. Që do të vi vitin tjetër tani më, se s'besoj se ka më ditë, apo ka? Jo, vitin tjetër. Okej. Vitin tjetër me shumë mundësi, edhe duhet të bëj një vepër shumë të madhe, më tepër një tip instalacioni. Interesant me zi po pres. Ta filloj, ta bëj. Ishte në fundjavë një garë për instalacione, për Kishte Monika Lubonjë në studio që foli për një event ndër të parat herë të realizuara për artist, student të Akademisë së Arteve. Ja lë studentëve atëre. Okej. Se unë dua të bashkunoj për këtë vepër me studentët. Po mirë, do të lidhem me Monika Lubonjën Po, pse jo? Edhe besoj do keni një bashkëpunim të mirë. Bëre mirë që erdhe. Monika Biondi, a? Po. Shumë mirë. Dhe Big Brother 1-shi. Big Brother 1-shi. Ç'a kujton nga 2-shi? Jemi në prag të Big Brotherit, për 4 ditë nis editi. Se i thash dhe Mikeles jashtë kur isha edhe më zuri një dallg introversioni aty. Dhe thash do shkoj të flas. Do më pyesin për Big Brother. Po pse kjo dallg kështu? Se ç'a ti mirë ke kaluar, ti ke qenë finale, në dyshën e finalistëve. Po ja pra që ndoshta nuk është prej Big Brotherit, po momentin që vjen momenti gjithmonë si ti publik do dalësh, do të pyesin, do i rikujtosh ato situatat e. Je mërzitur ti me këtë gjë? Domethënë të ka lodhur pak kjo gjë ty apo? Më ka lodhur, jo, po them se un kam takuar më së shumti personazhe të Big Brother të cilët flasin ende me qef, kanë dëshirë të tregojnë dhe ritregojnë ndjesit. Këtë nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Pse? Flitet më ka shumë zell për shembull një ish të dashur ose nuk e kuptoj. Mendon që është tendencioze nga natyre që flasin me atë pasionin e madh apo mendon që vërtet e rikujtojnë si diçka shumë të bukur? Nuk besoj që e rikujtojnë si diçka shumë të bukur. Besoj që kur flet me ta në kafe për shembull, dhe kur i pyet për Big Brother e tjera, shumica nuk janë pozitiv. Themi të drejtën. Shumica pretendon që nuk ka kaluar mirë etj dhe vin pastaj në publik thonë gjërat nuk e di pse e bëjnë. Ndoshta kjo dëshpërim për relevancë, për me qenë relevant tërkohës, se është ndjenjë e keqe të të bie relevanca në tokë, është horror, është domethënë ndoshta ndjenja më të këqija që mund si vdekje. Është ndjesh i parëndësishëm thua. Po, është një lloj vdekje, domethënë është e tmerrshme. Ti thua që janë ndryshe në biseda private edhe jashtë mikrofonit dhe ndryshe janë shumë negativ, ekstremisht negativ për atë eksperiencë. Thua për dyshin apo në përgjithësi për Big Brother? Në përgjithësi, çfarë ndigjoj domethënë jashtë, takoj tani të them të drejtën kam ca kohë që nuk kam treguar ish koleg. Po në përgjithësi janë shumë negativ. Me cilët pozitiv bëhesh ti? Momentin me asnjë pozitiv. Nuk e di, nuk kam takuar më në fakt. Më je dukur më optimiste sa kaq në takime të tjera bashk, më cool se sa kaq. Nuk e di çka ka ndodhur këty që po e shef çik më dark, më black, eksperiencën ose në përgjithësi? Përgjithësin. Po plakem ndoshta. Jo, po unë mendoj që po kalon një retrospektiv, nuk do as të publikoj gjëra, pra është një fazë reflektimi me veten edhe është okay. Po ndoshta, po. Ja. Po, se edhe ekrani ti shumë imponuese. Duam kështu, duam të jesh kështu. Ke dashur ti Kris këto kohë të merresh me ekranin, ti jesh pjesë në paneleve, emisioneve, apo të bësh diçka më artkant për shembull? Artkant duket çik show i shitur në sensin që jo. E ndrojmë bisedën. E ndrojmë.
Flasim me gjërat më të bukura të tipit Robert Dragota Liaj do të hyjë në Big Brother. Ka qarkulluar është një nga 15-20 emra që shohim në rrjetet sociale, do hy ky, do hy filani Visteku, ky personazh, ky artist, apo edhe ti s'di gjë. Unë nuk di gjë në sensin ligjor dhe teknik, s'kam iden fare. Po unë do e kisha frikë të babit në atë kontekst dhe kisha shumë frikë. Në ç'kuptim? Pse do e kishe frikë, po pra. Nuk e di, është i frikshëm Berti kur edhe unë që se kam bab do e kisha frikë. Po, është shumë i frikshëm e intens Berti, ndoshta me jo familjar, në atë farë afërsie aty, me ato ballafagjime domethënë të shpeshta e tjera, Nëse Berti do të hynte në Big Brother, do e merrte atë shkopin me vete. Po t'ja linin do e merr. Se kam pasi çik frikë. Bëjmë shaka, unë gëzoj një respekt madh për të gjithë artistët e familjes tënde. Dhe mbi të gjitha, përveç artit, unë e vlerësoj shumë bot kuptimin tuaj. Më kam qef, dëgjoj intervistat e Bertit me qef, dëgjoj këngët e Galës me super qef, edhe ta kem pas pak me Edea në video call. Punët e tua i kam ndjekur, pa dyshim, po ti je, si më thënë, më i tërhequr nga komercializmat, nga zhurmat, nga të ta bërit një gjë të madhe të bujshme. Po. Pse, Kris? Është kjo periudha që thua që dua dy hapa para një mbrapa. Nuk e di, marrëdhënia ime me komercializmin është e çuditshme se 2 minuta më para flisin për Big Brother. Po pra, pikërisht. Edhe pasaj flasin për një gjë tjetër. Nuk e di, këto dy ekstremet po më shklyen çik. Janë shumë forca të rreshtë, domethënë se cila të rresh nga një anë, dhe hajde bë zgjedhje pasaj. Po e dashura, se çfarë thot? E dashura ime për çfarë? Për zgjedhjet që bën. E dashura më kupton, e ka kuptuar si gjë, si mendoj ato konfliktet e dashura jote shqiptare, Kristi? Po. Nuk është belge që mbushën ca kohë gazetat, revistat. Belgaqiane, jo. Belgaqiane? Jo, është Belgologe. Belgologe. Belgolazg, jo, është shqiptare. Me se merret? Me art? Jo, ajo ka një biznes të vogël. Sa mirë? Dhe punon të biznesi vogël, dhe shet ato gjërat e vogla. Keni kohë bashk? Ne po shkojmë më një muaj. Për një muaj bëni? Po, shumë. Një muaj, plot një muaj. Kemi një vit e gjys, 7 muaj. A, sa bukur. Po, një vit, një muaj. Gjërat po shkojnë për seriozisht besoj. Po. Prandaj është zhdukur Kristi, e ka zënë rahatia e lidhjes. Po pra, ndoshta po. E gjetëm, mbas 10 minuta është bisedë. Se po thoja retrospektive, reflektime vete, e mbaj mend që më tha dhe më ka thënë te diell, Edi më tha, tani e i dashuruar nuk vlen më. Si? Është një farë, thashë themi, që ekziston, që në botën e televizionit, nëse je i martuar, i dashuruar dhe deklaron këtë gjën, ti je të bien ato fansa. Siç i themin, jo, je kartë djegur, i themin në shqiptar. Non grata fare. Mora, se dëgjova ndryshe. Shikon edhe ai. Je non grata, ç'a bën ti këtu unë? Je i lidhur. Krisi ti je nga ato çuna që ulesh në gjunjë dhe propozon për martesë? Unë të ulem në gjunjë. Se gjunjë? ju belgolog me një çokoladë. A, nuk i ke fare këtë. Po ulemi bashkë në gjunjë. Okej, shumë mirë. Ne do shkojmë tani në publicitet dhe pas pak jemi me Galën, motrën e Kristin, vajzën e Robert Dragota Liaj dhe një artiste shumë të dashur për ne. Na ka nderuar në Voice Kids në Belgjik. Fitoj atëre me një këngë të Elton John. Po, fitoj. The Voice. The Voice. Po. Dhe vazhdon nderon duke na treguar se hey, mund të jeni edhe ndryshe. Unë them që ne kemi Gala Dragos. Wow, sa këngë e bukur është. Jemi futur 3 veta në trans. 3 veta në një gjendje që vetëm Gala mund ta sjell në këtë moment në studio në radio. Përshëndetje, o yll.
Përshëndetje. Ej, sa mirë dukesh. Faleminderit. Ti ka pak javë që ke mbushur dhe 20 vjeç. Në shtator? Shtator? Pak muaj atëherë. 2005, 2 shtator 2005, 2 shtator 2025, 20 vjeç. Çfarë të bëri Kristi dhurat? Asgjë. Gara, ti e dashuri e këtu mes nesh për një këngë e cila me njërë është bërë pjesë e Top Awards, është kaq e bukur. Unë nuk di ta them mirë me prononcimin e duhur, po Femcell Anthem? Po, shumë bukur edhe. Femcell Anthem, po. Wow! Tani na fut edhe më shumë në gjendjen e kësaj këngë. Çfarë do të thënë titulli? Si erdhi ky projekt që u finalizua kaq i bukur, cilët janë bashkëpunëtorët e tu në Femcell Anthem? Atëherë, Femcell Anthem është një anthem, si themi anthem në shqip. Him. Po. Është një him për femcellat. Një femcell është një gocë që nuk ka shumë suksese në jetën romantike. Edhe është shumë e izoluar, edhe E kundërta imja. Unë kam qenë... Qarë? Vë? Thot Kristi e kundërta ime, thot. Motra dhe vllai. Kisha një period që isha shumë femcell, you know, edhe kërkojta këtë si him për gjithë ëndrat që bëra me çunat kur nuk kisha kontakt me çunat. Voilà. Edhe e shkruajta vetë këngën, arrangjova vetë, edhe pastaj e finalizova me producerin e Taminos. Është këngëtar shumë një belg. Po, that's it. Më ngeli në mendje se tha e shkruajta në një periudhë që nuk është se kisha raporte ose marrëdhënie, po duket si këngë, të paktën për mua si dëgjuese, ndoshta jam shumë gabim, sikur se s'dua të ta bëja të pyetjen idiote, a je e dashuruar dhe a je in love, po duket sikur vjen nga një dashuri shumë e madhe, pra është diçka e ndjer shumë fort që ti e glamorizon këtë personin dhe e shikon pra si të lavdishëm, i bukur, i mirë, dua ta, edhe mua më futi në ndjesin time direkt shkova tek dashuria më e madhe jetës time. A ke kaluar një big love që e ka inspiruar këtë këngë? Jo, kjo kënga nuk ishte inspiruar nga big love fare. Ishte me vërtet dëshpërim, si themi, my despair. Pra dëshirë për të patur një dashuri të madhe. Po, është, you know, it's about wanting love so badly. Është për romantiket e pa shpresat e të dëshpëruara më si të gjithë. Po, je kaq e sigurt që po e kërkon këtë big love vetëm 20 years old? Jo. Jo. Po, prit. Një detaj. Okej. Këngët janë gjithmonë janë si një foto të një momenti, edhe unë në atë moment unë ndjeva kështu, po gjithmonë edhe me prindrit, me babin, me mamin, me shkujt nuk më... Ajo që unë vlerësoj më shumë në të gjitha këtë që dëgjova është që ti ke një liri të menduarit, të shkruarit, që nuk lejon jo vetëm prindrit në rolin e prindërve, po edhe prindrit si artist, edhe vllajin gjithashtu që të ndërhyjnë në atë çka ti bën. Ke shumë liri, fjale, mendimi, muzike, je duke ecur në rrugën tënde, a është kështu? Po. Po, cili është në fakt, çfarë të ka thënë Robert Aliaj Dragot Aliaj për këngën tënde më të re? Cilat kanë qenë komentet, review-t e familjes tënde, mami, babi, vllai, çfarë kanë thënë? Review-t janë shumë pozitive. Janë shumë pozitive. Nuk kam gjë për të thënë. Me vërtet. Një pyetje kam unë. Sa i mirë është. 3 minutat e fundit, je ti që po ha tort. Se, çfarë do thot? Sepse është një lojë me këtë termin, is it real or is it cake? Edhe ai çuni
is not real. Është cake, nuk është fantazia ime edhe po e haj kështu edhe e shikon. Like, you see my guilt. Unë djem si shit kur e haj, po nuk mund të vazhdoj. Gala, a është ky klipi yt i parë? Po. Është klipi i parë. Po pse erdhi kaq vonë një klip? Ti je një vajzë që ke fituar The Voice Kids, ti ke prezantuar Belgjikën në Eurovision disa vite më parë. Domethënë, je aktive në muzikë, po gjithashtu dhe dalje të rëndësishme në skena shqiptare, ë? Kanë qenë të mrekullueshme edhe daljet me babin. Pse kaq vonë një klip? Erdhi kështu. Kisha gjithmonë ide për videoklip, por kjo është hera e parë që ishte me të vërtet konkretizuar ide, like, erdhi kështu puna, nuk e di. Unë mendoj që njerëzit shumë artistik presin që diçka të jetë tamam perfekte për ta publikuar, edhe jam shumë e bindur nga ajo që pash dhe dëgjova, ka arritur tamam atë pikën e perfeksionit dhe jam unë shumë e lumtur që e publikove atë këngë dhe është fantastike. Tani për të të njohur ty më mirë, cila është rryma jote? Si quhet rryma që ti bën, këngët që ti na sjell neve? Domethënë, është ka dhe opera aty, ka dhe dark side aty, ka gospel aty, ka, nuk e di, si e definon ti veten tënde? Çfarë muzike bën ti? Unë do të thoja është diku between art pop edhe alternative pop. Okay. Po kam shumë influenca nga jazzi edhe muzika klasike. Atë po këto 4 zhanret të miksuara. Unë mendoj që ti po të mendohesh edhe pak më shumë, shpik një rrymë tënde. Maybe, who knows? Një gala style. Emri jote shumë i bukur. Kusha ka vendosur emrin galës? Prindrit. Berti. Po ty? Mami. Gala, ke një super emër. Kam dëgjuar gjithashtu që ti po shkon super suksesshëm në tregun belg, je në radio atje, je në skena, je në festivale, je ftuar her pas here. Do me thënë je një superstar në Belgjik. Po! Akoma. Unë kam dëgjuar kështu. Edhe njerëz që njoh që jetojnë atje thonë Gala është shumë famous atje. Yeah, but I don't know. I don't think I'm famous. They might think that. But siam akoma aty ku duhet jem. Kur mendon ti se do të vijë ajo ditë kohë? Je duke e pritur, je duke punuar për këtë moment? Unë më duket se do vi për pak. Viti që do vi tani më duket se do jem qik më, do ekspozohem më shumë në për skenra edhe mendoj që këtë vit do jetë starti i vërtet. A ke ti një menaxher të mirë Gala në Belgjik? Po, është djalë shumë fisnik edhe më ndihmon shumë. Është belg apo jo? Po. Po për tregun shqiptar je interesuar? Domethënë, të realizosh klipe që të bëhen dhe këtej pjesë siç është ky në Top Awards apo të vish në festivale, në emisione, në koncerte, jo vetëm kështu nëpërmjet jo virtuale, ti je e pranishme në studio. Jo, patjetër. Edhe kur të kem koncerte, dua të bëj koncerte në Shqipëri, intervista, më pëlqen. Po nuk i ke thënë babi ti të ndihmojnë çik se ai njeh shumë, di shumë. Yeah, I mean... Se tani, kështu është. O, më Krist. Unë po mendoj për këngën. Ti po mendon për këngën? Po. Ti isha dhe unë qik romantik, shu. Do isha bë këngëtar i mirë. Kush është më shumë romantik nga ju të dy, Gala? Gala, 100%. Kush është më i dashur nga ju të dy? Gala. Jo, nuk është e vërtet, shiko. Kristi është shumë i dashur. Mund të them që nga jemi në same level of like love. Hate. Kush është më i famshëm në Shqipëri, Gala apo Kristi?
Krishtim. A do hyp Gala ndonjëherë në Big Brother Shqipëri? Ja. Ja. Se është e vogël akoma edhe ka shumë punë artistike për të bërë. Ja. A ke ti një mesazh për publikun shqiptar që të do edhe të ndjek dhe i pëlqen këngët e tua? Unë mesazhi im është që nuk e besoj dot që ka shumë njerëz që dëgjojnë këngët edhe këngën edhe i pëlqejnë. I cannot believe it. Jam tepër thankful, immensely grateful. Edhe komentet, për shembull, janë zbutur shumë. Për Galën? Në përbara. Ndoshta ishte edhe prej meja, prej Bigut e tjerë, shumë të ashpra. Shumë të ashpra dhe thoja pse më. Po çfarë është diçka negative që mund t'i thuash Galës? Po pra, jo, nuk se të më thuash mua, e kuptoj, tu llaz mustaqe kështu i madh, hajt. Le ta shajm. Po sepse nga që Gala nuk erdhi në formatin tipik crop top, jeans dhe pse gjithë kjo rejt një këngë slow e bukur romantike, domethënë ai imazhi Galës si mund ta komentosh kaq rënd? Gala nuk i ka parë fare ato. Vetes duhet i shoh. Ndoshta janë fiksuar. Jo, po as nuk më impakton fare, më bën të qesh. Jo, shumë mirë. Më bën të qesh. Shumë mirë. Apo i fut një çokoladë atje edhe çdo gjë çokoladë belge pastaj. Po. Gala, çfarë ke dëshirë të madhe të realizohet në 2026-ën? Një EP i dytë. Do edhe dua të mësoj disa instrumente në çik më mirë edhe dua të shkruaj më shumë. Shumë bukur. Po një koncert në Shqipëri na e premto ande nga Vera. Bukur do ishte. E premtoj. U kry. Do mbajmë bukur, do mbajmë llogari, do lidhemi pas sa kohësh prap me ty. Të përqafoj shumë zemër, të fala mamit edhe babit edhe uroj të dëgjoj më të mirën. Të duam fort ne këtej nga Shqipëria. Shumë faleminderit. Je një yll. Je më mirë se vllai. Të mirë futë kot. Se kemi në shqiptarët që këta, ama që këta. Bëjmë që shkojmë kë. Falenderoj për qafoj. Mirupafshim, të fala. Si thojnë mirupafshim ande nga ju? Bizu. Qa that? Puthje. Bizu e dia. Bizu. Faleminderit shumë. Kris, Dragot, po ti çfarë dëshirash ke për 2026-ën? Ti themi se ja na dëgjohen edhe na realizohen. Unë kam qef të më heci dashuria. Biznesi i dashurisë. Ose shkeq se edhe unë dua të eci biznesin burrit tim. Më duhet tani sikur po më kritikon që kam një OnlyFans ose biznesi i dashurisë. No, biznesi e di se po qesh. Jo, të shkoj te Gala mirë. Motra. Jam e sigurt që Gala do njohi vetëm gjitje. Po se e meriton. Artistikisht ka rrit një këngash, unë e quaj këngën artistikisht tepër perfekte, shumë e perfeksionuar, shumë e arritur. Dua të çaj se e meriton. E meriton, vërtet. E meriton. Ndoshta meriton dhe një menaxher më kështu international më. Ndoshta Lona direkt në biznes, Po, ishte direkt e pyeti edhe për menaxherin. Si është ai? Mirë, sa mos është sa po. Belga apo shqiptare? Belgjit janë çik të. Është mbyll dhe MTV-a tashit. Belgjit janë çik kanë një tip menaxhimi çik më të mbyllur, më të tërhequr, nuk janë shumë dinamik në approach. Po shiko, menaxheri është një gjë, unë kam qenë besoj që varet nga Gala, kupton nga konsistenca e Galës, nga talenti i Galës, tani menaxheri. Uroj më të mirat për ty edhe për familjen tënde. Jemi në fund, faleminderit shumë që erdhe, edhe shëndet. Faleminderit. Dhe çdo do zemra për vitin e ardhshëm dhe për gjithmonë. Edhe juve. Shumë faleminderit. Kur të kesh të reja, të rëndësishme, të bukura, je i mirëpritur të vish ti ndash. Këtu i pari.
këtu i pari. Ylli, faleminderit shumë. Kënaqësi e përjetshme. Ne do shihemi dhe do dëgjohemi bashkë nga Jona e tutje në Big Brother Radio, ndërkohë që kjo fundjava është fundjava më e zjarrte këtij muaji, se është premiera e Big Brother VIP Albania 5. Shihoni çdo moment dhe uroj të shkojë mbar stafit dhe gjithë skuadrës së madhe dhe të jashtëzakonshme të Top Channel në sipërmarrjen e radhës. Natën e mirë, faleminderit që na dëgjuat.